Si u bë kaq i pasur Donald Trump? Dikur, Donald Trump pretendonte se kishte një pasuri neto prej 10 miliard dollarësh, por për fat të keq për të, kjo është kundërshtuar. Gjithashtu, nuk mund ta dish me të vërtetë se sa vlen Donaldi, sepse shumë nga pronat e tij të biznesit janë private. Sidoqoftë, kjo video tregon se si ai fitoi paratë e tij. Pra, që ta kuptojmë këtë, duhet të kthehemi në fillim. Ndërtimi i shtëpive shumë afër zemrësime. Aty u rita. Baba im ndërtoi shtëpi në Brooklyn dhe Queens, dhe kështu filluam. Hey, nëse të pëlqen përmbajtja që po sjell dhe do të më ndihmosh të vazhdoj ta përmirësoj çdo ditë, mund të bëhesh abonent i kanalit tim për një shumë simbolike. Kjo mbështetje, sado e vogël, më ndihmon të krijoj më shumë video, ide dhe projekte të reja për ju. Shtyp butonin abonohu dhe bëu pjesë e komunitetit ton. Ai punoi shumë duke ndërtuar garazhe. Ai filloi ndërtonte garazhe sepse makina po hynte në modë. Dhe njerëzit kishin shtëpi dhe nuk kishin vend për të ruajtur makinat e tyre. Shikoni, Donald Trump është djali i Fred Trump, i cili është një zhvillues amerikan i pasurive të patundshme dhe filantrop shumë i suksesshëm. Donaldi pretendon se babai i tij i dha një kredi të vogël prej $1 milion për të filluar. Por e vërteta është se Donald Trump jo vetëm që mori financimin e tij nga babai, ai mori